Ja përse të duhet me patjetër një grua e shenjës së dashit në jetën tënde. Edhe pse ty të duhet një grua e shenjës së dashit në jetë, ajo vetë nga ana tjetër mund ta jetojë jetën e vetme pa njeri pranë, më lehtë se çdo lloj gruaje tjetër që mund të kesh takuar, por kjo nuk i bën gratë e shenjës së dashit të mos duan romancën dhe dashurinë. Ato gjithmonë do të kenë nevojë për herojnë e ëndrave të tyre që t'ju fitoj zemrën, edhe pse kokforcia e tyre s'do t'i lejonte ta pranonin kurrë me zë të lartë. Sipas grave të shenjës së dashit, t'i bësh gjërat vetë është mënyra më e shpejtë për t'i realizuar ato. Të udhëhequra nga Marsi, ato janë të vendosura të marrin rolin e liderëve, të jenë të parat për të vepruar dhe kjo përfshin edhe të bërit lëvizjen e parë në një marrëdhënie dashurie ndonjëherë. Duhet të jesh shumë i kujdesshëm në lidhje me lëvizjet që duhet të bësh me një grua apo vajzë të shenjës së dashit. Ajo dëshiron të jetë lidere në lidhjen e dashurisë, para se ta mbërthesh nga beli dhe ta puthësh, duhet të sigurohesh që i ke fituar zemrën. Ndryshe, mund të t'jap një goditje të fortë dhe të largohet si një sorkadhe friksuar. Një grua e tillë duhet jetë krenare për ty që të dashuroj. Ajo vendos të dashurin e saj në piedestal duke pritur që ai të qëndroj aty si një imazh i përsosmërisë. Asnjëherë mos e kritiko të dashurin, bashkëshortin ose fëmijët e një gruaje dash, nëse do të njihesh me tërbimin e saj. Ajo është shumë e aftë për të qenë kërkuese egoiste dhe e hidhur me fjalët nëse i prish planet shpresëdhënëse. Megjithatë, ajo mund të jetë edhe butë dhe devotshme dhe bashkëpunuese, gjithmonë të vlerëson pozitivisht. Gruaja dash kërkon me këmbgulje lirinë absolute, si para dhe pas martesës. Duhet të kesh besim absolut kudo që shkon dhe në çdo gjë që bën, edhe pse ajo nuk do të ketë gjithmonë atë lloj besimi tek ti. Kjo nuk është aq e keqe sa tingëllon, sepse kjo grua do të jetë plotësisht besnike pasi bëhet e jotja. Si një grua shtëpia ajo mund të jetë shumë ndihmuese, edhe pse nuk do të jetë nga ato gra që do të preferoj të rinë në shtëpi, sepse çdo ditë është shumë e vogël për energjinë e saj krijuese. Rrallë do ta dëgjosh të ankohet për sëmundje apo lodhje, por kur të ketë dhimbje, do të presë nga ti shumë mirëkuptim dhe mbështetje. Mbaj pasionin dhe romancën gjallë në martesë, ose një grua e shenjës së dashit do të jetë e pakënaqur. Dashi nuk humbet kohë duke u përpjekur të ndryshojë situatat e pakëndshme, prandaj kjo mund të çojë në ndarje të nxituar ose në divorce impulsive. Gruaja dash do të ndihmojë të gjesh iluzionet e humbura dhe do të ketë një besim të madh në të gjitha ëndrat e tua. Nuk ke ndonjë ëndër? Atëherë, mund të marrësh shua prej saj, ka shumë për të dhënë.